Po, më pëlqeu? Nga pasioni mund të ngrem edhe zërin, kërkoj ndjes për këtë, por jam shumë i ndinjuar sepse ky është një rast që shkatron fëmijët, por edhe shkatron edhe të rriturit. Kjo nuk është një betejë me ata që quhen transgjinor, në fakt unë konsideroj ata njerëz në nevojë, njerëz në ndihmë, po kjo nuk është ndihma e dur, kjo është ndihma që i krijohet një iluzion që ja zgjidhi problemin, por në fakt, siç e shikojmë në statistikat e studimeve, ja shtojnë problemet dhe nuk i ikën as ankthi, as depresioni, as problemet shëndetit mendor, ato i rikthehen, intensifikohen dhe mënyra më e dur për të ndihmuar është të tregosh dëmshuri për personin, por të tregosh të vërtetën, ta mësosh të përpunoj mendimet e tij, të ripërtëri mendimet e tij dhe të arrijë ta doj trupin në cilin e ka krijuar Zoti, dhe jo ta shkatroj siç po i bëhet përmes këtij protokolli. Belios? Unë përfundimisht, edhe siç kam thënë edhe gjithmonë, të gjithë njerëzit kanë të njëjtat, gëzojnë të njëjtat të drejta për të marrë shërbime, kujdes, dhe këtu nuk mund të ndahen që tani ka nevojë këta fëmijët, pastaj ka nevojë ata fëmijët. Neve javës i kaloi bëm edhe një fushat, mbyllëm edhe një fushat të gjerë, pikërisht për fëmijët e humbur, edhe ato kur thua fëmijët e humbur, ti disa prej tyre gjenden, disa prej tyre sot e kësaj dite janë 11 fëmijë të pagjetur në Shqipëri, edhe ata janë në nevojë, nuk janë gjetur, por kjo nuk do të thotë që neve nuk do ngrem të gjitha strukturat që të ulim riskun për fëmijët që shfrytëzohen ekonomikisht apo janë në situatë rruge pa i ofruar shërbim. Nëse janë pak. Kjo qasja janë pak, është jo vetëm diskriminuese, por në rastin e transgjinorëve, nga që është një kështu si temë është zitës mos e prek kur i thua fëmijëve, duket edhe si homofobe, si qasje, si perspektiv, ndërkohë s'kemi të drejta bëjmë këtë. Do të shkojmë në publicitet ku do shkosh ti? Ku do ikë? Ku do ikësh ti? Ka një zgjidhje. Madje ka 2. Ku do shkosh ti? Madje ka 3. Në të treja rastet është me e mirë që të qetësosh hormonet, edhe kur ke një problem, është Dorelan. Fletë Dorelan është ilaç, nuk kushton shumë, kushton me gjysmë çmimi. Edhe po të pëlqeu ti kthen dhe lekët. Ti kthen lekët. Domethënë pra kjo është, pra ti kthesh në gjendjen fillestare. Të gjitha problemet ka një emër.